Manifestimi tradicional thesari që na bashkon të shtunën më 25 korrik me fillim në ora 19 do të mbajë edicionin e 9 në oborrin e shkollës së parë shqipe Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Shërbicë. Beki Madili nga Këshilli Organizativ, duke folur rreth kësaj ngjarje, tha se këtë vit manifestimi do t'i kushtohet nderimit të kryeplegjve, imamëve, përfaqësuesve të zgjedhur të fshatit dhe udhëheqësve të shkollës, në shenjë mirënjohje për kontributin e tyre në ruajtjen e traditës, vlerave dhe identitetit të fshatit, në prag të shënimit të 100 vjetorit të shkollës së parë shqipe në Shërbicë, kur pritet të jetë gati edhe monografia e fshatit. Ju falenderoj në radhë të parë për kujdesin që shfaqni ndaj një eventi si që theksuat tradicional dhe që ka të bëjë krye këput me atë çfarë ne quajmë thesar, për faktin se i referohemi një thesarit të vërtet që është Shkolla Gjergj Kastrioti Skënderbeu, më e vjetra dhe e para e gjuhës shqipe në trevat tona, nuk them me përmasa të tilla, por që realisht është një lloj mësojnëtorje për këto treva si ajo e Korçës dhe që në historikun e saj padyshim që ka shumë vlera dhe është një thesar i vërtet. Në kuptim të kësaj neve përpiqemi që të ndërtojmë një lloj kronologjie për atë çfarë përfaqëson jo vetëm shkolla, por edhe fshati në tërësi, një lloj monografie të përvitshme. Tani më po ndodhemi në edicionin e 9, jemi përpjekur që të kujtojmë kategori të ndryshme të shoqërisë shqiptare të këtyre trevave që kanë dhënë kontribut, që kanë qenë personalitete, figura të shquara dhe më besoni nuk janë pak. Vitin që vjen është edicioni 10, ku edhe ne kemi si qëllim dhe uroj e shpresoj që të arrijmë për të realizuar monografinë e cila lidhet me vendosjen e gurthemeleve të shkollës sonë, e cila mbush 100 vite jetë themelet e asaj shkolle dhe 100 vite është një shekull, dhe në atë çfarë neve na rezulton nga ajo çfarë neve kemi hulumtuar deri tani për periudha të ndryshme, njerëz të cilët kanë dhënë shumë kontribute, veprimtar të sferave të ndryshme, profesionistë, kuadro, përfaqësues të ndryshëm, është një numër relativisht shumë i madh që nuk duhet të kalojë në harresë dhe këtu po fokusohemi, pa përjashtuar edhe faktin e një lloj gjeneze në cilën në thellësi të truallësisë sonë, kush janë rrënjët reale të kastriotasve që thatë ju, apo të shqiptarëve të këtyre trevave. Pra po përpiqemi që të realizojmë një monografi sa shkencore dhe kronologjike, historike, por që gërshetohet me vlerat të cilat trashëgojmë, me atë me çfarë ne karakterizohemi si fshat edhe si tërësi si trev, për faktin se jo pak në atë çfarë ne quajmë truallësinë shqiptare fshifen shumë të dhëna të lashta të asaj për çfarë ne themi që jemi autokton të hershëm të qenies shqiptare në këto hapësira. Kështu që në edicionin e 9 do të përfshim 4 kategori, nëse mund t'i quash stresat popullatës së ndryshme që kanë dhënë kontribute, që kanë qenë përfaqësues, të cilët kanë qenë zëri i kastriotasve në institucione të ndryshme, duke filluar me përfaqësuesët të cilët kanë dalë nga i fshat, i cili fillon për aq sa ne kemi dëshmi me atër, do të them, shoqëruesin e Ismail Qemalit nga Bukureshti, Sefadin Kërçova, po Mehmet Ali Ballazhi Toçku, që ka qenë pjesë e atij rrugtimi deri në firmosjen e pavarësisë së shtetit shqiptar, dhe duke ardhur deri në ditët e sotme që janë një varg i madh i përfaqësuesve, të cilët në periudha të ndryshme, në kohë të vështira, kritike, kanë qenë përfaqësues jo vetëm të fshatit tonë, por të gjithë Kërçovës, të trevave në nivele të ndryshme shtetërore dhe të institucioneve publike. Gjithashtu kemi edhe një peshë shumë të rëndësishme në mbarvajtjen e jetës, kanë patur dikur, por edhe sot, atë çfarë ne quajmë kryepleq të fshatit, të cilët kanë qenë, do të thosha, rojtarët e vërtet të trevave tona, të fshatrave, të vetëmbanimeve, të periudhave të ndryshme, të cilët me autoritetin e tyre kanë ruajtur fshatin, mirëkuptimin, harmoninë, por edhe si thua atë çfarë është dashur për të realizuar ato, për një përkujdesje ndaj një familje të madhe, do ta quaja, që nuk ka qenë punë e lehtë as edhe sot për të qenë në një pozitë të tillë që të udhëheqish një vendbanim në
atë nofkën e kryeplakut të fshatit, edhe imamët gjithashtu kanë dhënë një kontribut shumë të madh, jo vetëm në ruajtjen e besimit, por që nuk e kanë ndarë atë rëndësinë e besimit nga aspekti edukativ kombëtar, pra ka qenë një ushqim shpirtëror paralel i besimit dhe kombit që kanë dhënë padyshim imamët e fshatit Sërbic, dhe jemi pastaj në një kategori tjetër shumë do të thosha me merita, padyshim që janë drejtorët udhëheqësit e shkollave, e shkollës Sonsje, para shkollë, ku kemi konstatuar në arkivat të cilat kemi kërkuar që jo rastësisht ka ngel një fshat ku karakterizohet si arsimdashës. Në kuptim të kësaj neve kemi pra argumentet edhe të viteve të hershme të pas luftës dytë botërore, kur në të gjithë të trevën e Kërçovës kanë qenë vetëm 2 shqiptar, do të thosha kuadro me shkollim të mesëm, që kanë patur një kualifikim të jashtëm në Bullgari, në Vidin, Nazif Ballazhi dhe Imet Limani ka qenë bukuresht i Arsimu, që në atë kohë kanë qenë 2 shqiptarët e vetëm të Arsimu, të cilët njëri nga këto ka qenë inspektori i arsimit që ka hapur shkollat shqipe në gjitha trevat e Kërçovës, dhe tjetri Imet Limani ka qenë sekretari parë i përgjithshëm i komunës Kërçovës, apo zëri i shqiptarëve në atë periudhë jo të lehtë. Dhe që vim thash deri në ditët e sotme që Kastrioti dhe Sërbica realisht në këtë fushë ka shumë përfaqësues në çdo periudhë kohore të këtyre 100 viteve. Dhe për në fund duhet thënë që do të kemi, si thua edhe atë, mos them kryefjalën, por realisht një pjesë shumë të rëndësishme të aktivitetit i cili do të lidhet me promovimin e librit të profesor Nexhatit, që ka bërë një përmbledhje të krijimtarisë Migjenit, dhe që këtë botim do ta promovojmë gjithashtu në ditën e shtunë, datë 25 korrik, e kemi zgjedhur gjithmonë që e shtuna e 3 e korrikut jetë dita e njerëzve tanë, vëllezërve, motrave të cilat na vinë nga perëndimi për t'u bashkuar, për faktin se pas monografisë, pas këtij promovimi të veprës së profesor Nexhat Mehmedit, do të kemi atë çfarë quhem shtrimi i sofrës së kastriotase me ushqime tradicionale të nënave dhe motrave tona. Pra është edhe një eveniment i cili na bashkon me mërgatën, me gjakun ton, me rrënjët tona, kështu që përpiqemi të gërshetojmë dhe elementin artistik, dhe të gastronomisë, dhe të aspektit historik. Uroj e shpresoj që të kemi pjesëmarrje, për faktin se bëhet fjalë për historikun jo vetëm të atij fshati, por të trevës sonë në përgjithësi. Ngelet edhe njëherë që u falenderoj për kujdesin, hapësirën që i krijoni, jehonën që i jepni këtij manifestimi, që për bindjen tonë është i vlerave gjithë përfshirëse për gjithë Kërçovën.